Pas vetëm 72 orëve, pas publikimit të rastit në TV21, janë grumbulluar mjetet për rindërtimin e çatisë së familjes Ali nga Haraqina e Shkupit. Axhan Reshat kësaj here e gjeta me humor më të mirë dhe në sytë e tij ishte rikthyer shpresa për një të nesërme më të mirë. Zoti shpërbleft ketë kush ka mujt me ndihmue. Paret janë grumbulluar. Paret janë grumbulluar sa për kulmin, edhe i falenderoj ketë kush ka mujt me ndihmue. Po ato shka ka dame tjera i mujsh qarë mi rregullu vetë, i rregullu e kur të mujt qëtere. Të shtunën, kjo familje përmes emisionit Edhe unë jam këtu dërgoi apel për ndihmë për shkak se ishte djegur çatia e 2 shtëpive në të cilën jetojnë familja 11 antarësh Ali. Në të shtytica kanë orave shë djalim ka vikat që qusë hu dëgjëm edhe i kam zë. A keni dëm të madh material? Po ka dhe shtëti shpija e ndjek me një. Çka u ka djek mas shumë ti? Krejta elektrikat, shporetat ato? Këtë janë djegët të shkën posë. Zjarri në çatinë e shtëpive të familjes Ali ka shpërthyer para 4 ditëve, rreth orës 9 të mëngjesit, ku për fat të mirë ka vetëm dëme materiale, jo viktima. Pasi që ky rast u publikua të shtunën në TV21, pas vetëm 72 orëve, mjetet e nevojshme për rregullimin e çative janë grumbulluar.